Ka ndodhur ndonjëherë dish në një histori shumë të madhe, mos publikosh, mos bësh. Për shembull, lidhjen e Sarës dhe Ledrit në fillim, unë kam ditur Kujt Sar? Ha, këtu më ditë. Ish gruas vet pra. Ah, Unë kam ditur 2 vite para se të bëje publike. ç'a thua? Po. Kam 2 vite para se ta dinin dhe ata, është e vërtet? Jo, para se ta dinin ata. E ka di shumë më përpara. Po tani me kë është Ledri? Po e pam gjithë ishte me Gjensilën pra, në Paris, krap. Ka dal lajmi mo. Thuaj po. Po, mos më takon të flas se kam besin mik edhe. Kë? Po janë ndarë mo. Po ç'ke? Ndihet keq besa. Ora edhe unë kam besin shumë mik. Edhe unë kam. Ç'ti bëjmë tash? Ta Ç'ti ka- pretendojmë që Gjensila nuk ekziston. Edhe Besi ka vazhduar jetën. jetën. Edhe ja, një nga debatet që po ndodh tani për shembull është se si njerëzit po e sulmojnë Gjensilën pse ka vazhduar jetën me Ledrin për shembull dhe lidhen bashkë. Dhe ndërkohë janë shumë të lumtur që Besi ka vazhduar jetën. E po Besi në këtë rast duket sigurisht viktima e gjithë gjës, kupton? Dhe Ne nuk i dimë atë. Dhe kjo si shoqëri na tregon që jemi paksa misogjen. Pra e kemi shumë të thjesht për të pranuar që burri pranon vazhdon jetën dhe jemi shumë të vështirë që gruaja nuk është eksakt ashtu. Pse jo? Mund ndodhte edhe komplet e kundërta. Mund të ishte, shiko. Kur ka ndodhur ndonjëherë që është sulmuar burri për ndarjen dhe nuk është sulmuar gruaja? Kur ka ndodhur? Ti pjesë e Ledrit është Edhe te Ledri Ledri është është- sulmuar. nuk është- Ledri është sulmuar më shumë se Sara. Se Ledri nuk ka bërë ndonjë gjë. Allah ta bëf zoti. Më fal po. Allah ta bëf zoti, mbyllja gojën këtij. Jo, po edhe Sara është sulmuar. Sara është sulmuar se kanë thënë e ka dashur për famë, edhe ka vazhduar dhe u sulmua kur dolën lajmet Ne për më lidhjen me tani- Erik Fullanin. A u sulmua? Eriko po, ajo jo. Si Eriku pa jo. Ajo pra u sulmua se ishte grua me fëmijë dhe e sulmuan se gratë me fëmijë duhet të rrinë single gjithë jetën, sipas shqiptarëve. Po pyetja rradhës? Okej.